Maria e përgjakshme. Kamera gati. Mikrofoni mirë, tualeti në rregull dhe tani filloj. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Liza, ju e dini, dhe sot kam ndërmend të bëj sfidën e Marisë së përgjakshme. Tani jam gati, prandaj le të fillojmë pa zgjatur. Ora është 3 dhe unë kam ndezur qirin para pasqyrës. Do t'i fik dritat, por mos u shqetësoni fare, sepse figura do t'jetë përsëri shumë e qartë. Pa zgjatur shumë, le të fillojmë. Maria e përgjakshme, Maria e përgjakshme, Maria e përgjakshme. Ç'budallallëk i madh. Doja t'ju tregoja të gjithëve se kjo është një... O Zot, sa u trëmba. Si është e mundur kjo? Sepse unë mbaj mend që e lash pa zë. Gjithsesi, s'ka problem. Le t'i kthehemi eksperimentit Unë quhem Sofia. Dhe nëse po e shikoni këtë, ju lutem, mos e provoni në shtëpi. E kam sinqerisht, dhe po ja u përsëris. Mos e provoni. Aha, sa e pa fat. Po ajo ishte e shkëlqyer në YouTube. E po qarkullojnë fjalë se ajo thirri Marinë e përgjakshme. Mos u bëj qesharake, është vetëm një mit i lashtë. Çfarë? Ti nuk e beson që Maria e përgjakshme është e vërtet? Kur s'kam besuar? Në fakt, kushërira ime në Rio e ka parë. I gjithë grupi i saj e kishin thirrur dhe pastaj ju desh të thyejnë pasqyrën me një herë. Po, ka gjithmonë një kushëri, ose një shoqe fëmijërie. dikush që një dikë, një mik i vjetër, E shumë gjëra të tjera si këto. Por në të vërtetë nuk je kurti. Për mua, këto janë vetëm përralla. ti mos beso, po unë duhet të iki. Edhe unë. Po mos i kaq herët, sepse ora është vetëm 9. E po, Sofi, prindrit e tu kanë ikur me pushime, jo tanët. Ne duhet të jemi në kohë në shtëpi. Oh, e mirë. E di çfarë, Sofia? Me që ti je vetme në shtëpi, pse nuk e thret atë Marinë e përgjakshme? Të duhet të fikësh dritat dhe të ndezësh qirinjt. Të shikohesh në pasqyrë dhe pastaj? Unë këtë nuk do ta bëj kurrë. Rrofsh. Faleminderit që nuk beson në një mit. E po kështu jam unë. Unë jam rebele. Gjithmonë kam qenë. Shoqet më ngacmonin dhe talleshin me mua. Do t'ua tregoj që e kanë gabim. Maria e përgjakshme nuk ekziston. Dhe me zi po pres që ora të shkoj 3. Kur të shkoj, unë do të marr disa qirinj dhe do të shkoj në banjë. Shumë mirë. Le ta provojmë. Maria e përgjakshme. Maria e përgjakshme. Maria e përgjakshme. Pra kisha të drejtë. Ky është një budallallëk. Alo. Hey, alo, Beka, unë sa po thirra Marinë e përgjakshme dhe a e di çfarë? Nuk ndodhi asgjë. Po unë po flija. Mirë, më fal. Natën. Gjumë po më vjen. Po vesh rrobat e natës dhe po shtrihem.
Diçka, apo jam në ëndër? Po, më duket se vërtet jam në ëndër. Nuk e di, por pash diçka. Dhe ajo dukej sikur ishte e vërtet. Mos ndoshta po mendoj më shumë se ç'duhet. Më duket po unë sikur e kisha mbyllur çesmën. Jo që nga e hapur, sa hutaqe. Shkova tek lavamani dhe e mbylla çesmën. Pa pritur pash një puçër në fytyrë. Nuk e kam parë më parë. Ose nuk e mbaj mend ta kem parë. Ta marr dreqi. Apo der të lutem. Më ndihmoni. Apo der, apo më ndihmoni. Apo. Po si nuk po hapet kjo der. Çfarë të jetë kjo? Të lutem, hapu më der. Apo. Kam përtredhur kyçin. Nuk arrit të shkoj tek telefoni. Pa të shoh pak nga banjoja. Nuk pas ka njeri. Por unë e dëgjoj atë. Do të marr me vete. Elsa. Do të kap tani. Do të marr me vete. Nuk e shpëtim. Kyçi im është mirë? Kjo ishte ëndër. Po si ka mundësi? Unë jam këtu